Kjo kull është kulla e Ali Tomës. Është investuar nga shteti, çdo gjë ka nga peshkopia që ndërtoshe. E bon edhe deri tani nuk kanë marrë si besim. Kulla ushqim ka mbrohet nga shteti, monopol shteti, që mbrohet nga shteti. Edhe feriti ka ngajt gjithmonë, as ka marrë një masa fare. Unë sot ndodhem në Orej Katund, në këtë vend të mrekullueshëm me banor fisnik, pranë kullës të Ali Tomës. Kjo kull me një background të madh politik dhe historik ndodhet në mëshirë të fatit. Shteti shqiptar ka shpenzuar rreth 30 milion lek, që është shponsuar dhe ka kaluar si objekt muzeal, pra shtëpi muze. Por nga ajo datë e deri sot s'kemi parë gjë tjetër veç se rrënim. Kjo zonë e bukur, agroturistike dhe turistike, se jo më shumë se 1 kilometër lart kemi gurin e Mëshaqit, Fushgurrën, por është pa rrugë. Ka 34 vjet që pushtetarët gënjejnë, mashtrojnë, vinë kërkojnë vota dhe asgjë s'bëjnë. Thirrjet e shumta që unë kam bërë, të her pas hershme që kam ardhur në këtë zonë, kanë rënë në vesh të shurdhët. Po pse? Sepse ata e përdorin të popull të mrekullueshëm thjesht për t'i marrë votën, duke i hedhur një mantel që me të vërtet këta njerëz nuk e meritojnë. Zgjedhjet po afrojnë dhe ne duhet i japim një drejtim dhe rrugë tjetër. Po kjo bëhet me besimin e banorëve, të cilët janë aq të dinjitetshëm, aq të mirë, prandaj edhe një herë dua që populli të masivizohet dhe me votën e tij t'i japin një ndryshim tërësor dhe rrënjësor kësaj zone. Gjithë kjo trev është e mrekullueshme, me mbiemra të fisshëm, të cilët kanë nxjerrë intelektual që punojnë në Librazht, Elbasan, Tiranë, mbar Shqipërinë, por dhe më gjerë. Dhe duhet me patjetër që të kthehet vëmendja nga kjo trev, sepse përveç popullimit po shkatrohet gjithçka. Pra, pasuria e parashve tanë po shkon dëm. Ja shtëpia e restauruar. Pra banorët kthehen, e restaurojnë se ju dhimbset, pronat parve të tyre, por me njëherë largohen, sepse këtu nuk ka rrugë, nuk ka qendër shëndetësore, nuk ka shkollë, nuk ka kanale vadice, ujë të pishëm, e çfarë do bëjnë tu? Banorët ruajnë me fanatizëm objektin e kultit, sepse gjë tjetër nuk ka këtu. Këtë e ka ndërtuar një ndjeri Hafiz Sabri Koçi, biri i kësaj treve. Zoti ju bekoft, populli i Orej Katundit dhe gjithë Qermenikës në tërësi.